Jemi rikthyer në Prishtinë të nderuar shikues, edhe tashmë do flasim për një temë interesante që ka të bëjë me arsimin ndërmjet kurrikulës dhe librit shkollor. Për këtë arsye në studio do të flasim me zënien Sabate Sapjani, që është mësuese dhe gjithashtu profesorin zotin Zjar Bujari, por njëkohësisht edhe menaxher i projekteve në Institutin ETA. Mirë se keni ardhur. Mirë se keni ardhur. Fillimisht kisha propozuar që me shku me pa materialin e përgatitur nga kolega jon Aida Gashi para se ta fillojmë bisedën në lidhje me këtë temë. Me rastin e ditës së ndërkombëtare të librit për fëmijë, vëmendja kthehet te një prej shtyllave kryesore të arsimit fillor në Kosovë, libri shkollor dhe roli i tij në procesin e mësimdhënies. Një debat thelbësor që zhvillohet ndërmjet ekspertëve të arsimit ka të bëjë me mënyrën se si zhvillohet mësimi në klasat tona sot. Në një kohë kur sistemi arsimor në Kosovë ka hyrë në një fazë të re të rishikimit të kurrikulave dhe teksteve për arsimin fillor dhe të mesëm të ollët, pyetja kryesore mbetet, apo udhëhiqet mësimin nga kurrikula dhe kompetencat që ajo synon të zhvilloj, apo nga përmbajtja e gatshme e librit shkollor. Në praktik, shpesh vërehet një hendek ndërmjet asaj që parashohin dokumentet kurrikulare dhe asaj që ndodh realisht në klasë. Libri shkollor, i cili duhet të shërbejë si mjet ndihmës pedagogjik, në shumë raste merr rolin e autoritetit kryesor, duke kufizuar hapësirën për kreativitet dhe autonomi profesionale të mësimdhënësit. Kjo ndikon drejt për drejt edhe në mënyrën se si nxënësit e përjetojnë dijen, jo si proces kërkimi dhe kuptimi, por si informacion që duhet riprodhuar. Diskutimi synon të trajtoj pikërisht këtë tension, rolin real të tekstit në raport me kurrikulën, kufijtë e lirisë pedagogjike të mësimdhënësve, si dhe sfidat me të cilat përballen ata në përpjekje për të zbatuar një mësim të orientuar drejt kompetencave. Në fokus është edhe nevoja për një balancë më të qëndrueshme, ku libri të mos e zëvendësoj kurrikulën, por ta mbështes atë. Në një periudhë kur po rishikohen tekstet për klasën e parë deri në klasën e 9 dhe po kërkohet përmirësim i cilësisë së përmbajtjes dhe metodologjisë, debati që po zhvillohet sot vjen si një ftesë për reflektim të përbashkët. A është arsimi ynë duke ndjekur drejtimin e duhur? Çfarë duhet të ndryshojë në raportin ndërmjet kurrikulës dhe librit? Dhe mbi të gjitha, çfarë udhëheq sot mësimin në shkollat tona? Këto janë disa nga dilemat që kërkojnë përgjigje, jo vetëm nga institucionet, por edhe nga vetë praktikuesit e arsimit dhe shoqërisë në tërësi. Pa kështu storën e kolegës tonë Aida Gashi, edhe njerë mirë se keni ardhur. Po filloj me juve, mësuese nderuar, besoj që një temë e cila normalisht na shoqëron ditë për ditë edhe te nxënësit e juaj, po edhe në këtë pjesën e shkollës së mesme, ku është zjarri, po që e projektoni në praktik faktikisht raportin mes kurrikulës dhe librit shkollor në klasë, mësuese. Faleminderit Edios. Pare, sot është dita ndërkombëtare e librit për fëmijë. Nuk isha dashur çdo herë vetëm të themi urime, por të kemi edhe rezultate edhe suksese në zbërthimin e të lexuarit tek fëmijët. Dhe si zbërthejmë librin shkollor bashkë me kurrikulën, dhe më thonë është një sfide madhe, sepse e dim shumë mirë se libri nuk e plotëson gjitha kërkesat që i kërkon në kurrikula dhe kompetencat, prandaj secili mësimdhënës është i detyruar që të gjejë edhe materiale shtesë, edhe burime të tjera, që mos të mbështetet vetëm te teksti faqe për faqe, sepse edhe për nxënësin është demotivues, është jo kreativ dhe nuk e zgjon interesimin që nxënësit të mësojnë më shumë, të hulumtojnë më shumë dhe nuk ju përgjigjet kërkesave të sotëm që ne sot i kemi nxënësit përpara në banka. Mirë, Zjar, cili është qëllimi kryesor i projektit mbi librin shkollor dhe kurrikulën? Qëllimi kryesor, na duhemi me pa një farë tensionin mes të librit edhe të bazës së arsimit të Kosovës, cila është kurrikula e Kosovës. Në këtë rast, edhe sot e patëm këtë diskutimin për këtë çështje,
ku falës patëm profesoreshën Arlinda Bytyqi Damoni, profesorin Ismet Potera edhe mësuesen e cila është zgjedh si mësuese e dallume në nivel komunal, zonjën Blerta Hasani. Do më thonë, qëndron një farë mos përputhjen mes asaj se qysh është teoria edhe ajo qysh do më thonë zbatohet në praktikë. Çka ndodh është që në vend se kurrikula së bashku me rezultatet e veta të ndjeket edhe të merret si bazë kryesore për procesin e mësimit, shpesh herë ndodh që në për klasat tona, në për shkollat e Kosovës, të merret libri si autoritet edhe si burim i vetëm i procesit të mësimit. Kjo mandej ndikon që nxënësit nganjëherë të humbin interesin për shkollë, po gjithashtu edhe nuk është ashtu si qysh është e planifikuar të jetë, domethënë, nuk është në mënyra e duhur. Mësues, a mendoni se librat aktual shkollor i përgjigjen nevojave të nxënësve sot? Dhe pse? Nuk isha dashur me thonë bashkë mënyrën më të vrasë që jo, por duke pas gjeneratat e tashme se në cilën epokë digjitale që po jetojmë dhe në librin të cilën e kanë nxënësit përpara, dhe më thonë interesi tyre është shumë i ulët. Po ashtu nuk i plotëson edhe potencialet minimale të nxënësve që sot i kanë ata fëmijë. Kështu që na duhet goxha punë në mbar shtetin si shoqëri që të bëjmë ndryshime, sepse në gjithë botën bëjmë ndryshime në hap të përmirësimit dhe të zhvillimit të teknologjisë. Prandaj edhe ne duhet jemi librit ju përgjigjet edhe nxënësve, por të gjithë mësimdhënësit edhe kurrikula na lejon, do të thonë që 30% deri në 40% e kemi autonominë që jo vetëm të jetë i vetmi libër nëse e ke për gjeografi, gjuhë apo matematik, të jetë i vetëm ai libër si burim. Nxënësit duhet të kenë edhe materiale shtesë të përgatitura qoftë nga mësimdhënësi apo dhe të hulumtojnë vetë nxënësit, që të arrijmë rezultatet dhe kompetencat e kurrikulës. Si është i përfshirë komuniteti i mësuesve në këtë proces, Zjarr? Për këta nuk kam shumë informacion, mirë po mundem me ju tregu që duhet me u përfshi, nëse nuk përfshihen, duhet me u përfshi, edhe konsideroj që ajo ose opinioni, ose përvoja e mësimdhënësve që ata janë vetë pjesë e shkollës edhe e jetojnë atë punë çdo ditë, është më së vyshme për me e bo një rishikim edhe një ristrukturim të qoftë kurrikulave lëndore, qoftë teksteve shkollore, sepse sot jemi me një ditë ku Ministria e Arsimit ka iniciuar para disa muajve, ka iniciuar një proces të rishikimit të kurrikulave lëndore dhe teksteve shkollore për klasat 1 deri në 9. Pra, padyshim se duhet me u përfshi edhe mësimdhënësit, edhe ciklit fillor, edhe mesën të ulët, edhe mesën të lartë. Sa hapësirë keni për të qenë më kreative kështu për te i librit mësuese, sepse besoj që është diçka shumë e rëndësishme që për te i librit nxënësit normal të ndihen edhe më mirë. Kjo është e rëndësishme kur ti përdor strategji të ndryshme, burime të ndryshme, kur nuk je rob i librit, ku edhe nxënësit nuk i lejon vetëm përmes një libri me marr burime të ndryshme. Hapësirën e kena 100%, vetëm sa ke vullnet, sa ke motiv, sa ke strategji të mësimdhënies, sepse është ora jote dhe është lënda jote që ti mund të bësh mrekulli brenda klasës me ata nxënës. Pa marrë parasysh se i kemi numrin e madh të nxënësve, kemi shumë specifika, faktorë të ndryshëm që ne hasëm si mësimdhënës brenda shkollave, por çdo herë nëse sfidat i mendojmë që kemi jo na mungon interneti, jo na mungojnë laptopat e ku ta dion, atëherë mësimdhënia nuk do të thotë që vetëm gjithmonë ta kesh një laptop, mësimdhënia nuk do të thotë që gjithmonë të kesh edhe burime sa më të shumta, po mësimdhënia është art dhe shkencë ku ti mundesh të bësh mrekullim brenda klasës. Për më tepër, desha me shtu që kurrikula e garanton autonominë e mësimdhënësve. E kemi me kurrikula. Domethënë duhet me qenë autonom, mirë po në praktik nuk po ndodh ajo. Unë muj me tregu prej përbojës tem si nxënës që në për lanë caktume unë e kom pas librin si burim të vetëm.
domethënë ajo se çka mu është prezantu prej mësimdhënësve të mi është ky është libri, edhe këtë e ndjekim edhe kur gjë tjetër. Domethënë kemi shku kemi pas bazë librin, faqja parë, e dytë, e tretë, mësimi parë, dhe prandaj po i ndalojmë edhe nxënës për me dalë për tej kornizave dhe për tej librave që me lexu me qenë lexues të rregullt. Kjo që na mungon shumë. Nëse nxënësi është e ka shprehinë të lexuarit me motiv dhe me dashni, me dash leximin, jo me imponim, me imponu, lexoje fiks këtë libër edhe kemë komentu në fund të muajit, por t'i lëmë nxënësit të zgjedhin, që edhe ne të përshtatemi me nxënësit përshtaten me librat, jo çdo herë libri të jetë i detyrueshëm, po mendoj edhe për librin lektyrat shkollore, përveç që jemi duke folur për librat e lëndave. Çfarë probleme kryesore keni identifikuar në sistemin aktual të librave shkollor? Besoj që pyetje për të dy, kuptimin që e përcjellni edhe ju jeni gjithmonë me nxënësit dhe me librat. Ka pasur edhe gabime të kaluara tash. Po, gjej. Zakonisht edhe tash është marrë një shprehi shumë e mirë, çdo vit kena me gjet gabimet që janë lëshu brenda çatij tekstit shkollor, edhe i evidentojmë gjatë vitit. Edhe si aktiv pastaj i dërgojmë në DKA. Është një proces shumë i mirë që 2-3 vite është duke ndodhur. Por a ka ndryshime dhe ka ndryshime, a ka gabime, ka gabime. Domethënë që e gjejnë vetë nxënësit. Janë të shpeshta? Shumë të shpeshta. Dhe janë shumë të shpeshta. Ende më të shpeshta kanë qenë para 2-3 viteve, si në këtë vet ka pas gabime më të vogla, mirë po ka gabime trashanike që shpesh edhe nuk përkojnë edhe me realitetin. Zjarri, vrejnë ti këto? Po, padyshim që vrehen. Sot ishte mësuesja Blerta Hasani, ajo e kish pru... I kemi pasqyrat, se cilëm... Edhe shumë pat, domethënë na tregoj disa prej tyne, edhe po është e mira është që këto vrejtje, këto përmirësime duhet më bo, edhe merren parasysh, edhe normal, njeri kur punon edhe gabon, nuk është diçka që është aden. Është e mundur me gabu, mirë po, sidoqoftë gabimet ndresin. Si reagojnë nxënësit, mësuese, më interesant aty? Këto dashta me thonë, sa mu shumë e pëlqej kur e gjejnë gabimin nxënës. Asnjëherë nuk ju them është gabim. Ata vetë kanë me është lëshim? Ç'është bashkëruar? Mësuese është lëshim, po si mundemi me bë ndryshe. Dhe është shumë më e fuqishme kur nxënësit vetë e gjejnë dhe jo t'ju thotë më thonë se fiks kjo detyrë ose eks kjo fjali apo diçka është e gabueshme. Ti lëm edhe nxënësit ta dinë se ku është gabimi dhe ta përmirësojnë ata. Zjarë, sa është cilësia këtyre librave? Besoj që keni në takime, qoftë në institucionet ku punoni, po edhe Ministria e Arsimit këtë drejtim, sa ka cilësi në, po e them, që këto lëshime mos të ndodhin, po të kenë ndoshta përmirësohem ose si që thati vetë, që mos të ketë këso lloj lëshimeve. Po, siç edhe dini, na sot jetojmë në epokën digjitale. Edhe sot është epoka e inteligjencës artificiale, ku burimet e dijes janë shumë më të gjana dhe shumë më të shpejta. Tash është në pikpyetje funksioni i librit. Nuk është më libri i vetmi burim, edhe ka shumë mënyra tjera se qysh nxënësit munden me mri deri te mësimit, me mri ato rezultate. Edhe unë shpresoj që Ministria e Arsimit ka me e marrë për bazë këtë fakt që sot jetojmë në epokën e ChatGPT-s, edhe të Gemini-t edhe asaj e kësaj, edhe me u mundu me afru librin tek nxënësat. Jo nxënësi me u afru te libri, si gjithë që shka qenë. Unë si mësuese veç kisha dashur që libri të ketë çdo gjë të përjetohet nga nxënësit në mënyrë praktike. Domethënë është edhe punë e jona në 90% që ti me ofru përmes përvojës nxënësit atë që mësojnë edhe ta përjetojnë. Kështu që brenda librave, brenda teksteve tona këto mungojnë. Domethënë edhe te ChatGPT-ja kanë me gjetë vetëm teorinë, sikurse në librat tona shkollor. Çka e bën interesant brenda një ore mësimore kur nxënësi mëson për ajrin ose mëson për dioksid karbonin ose mëson për bimët, nxënësit ta përjetojnë vetë edhe ta praktikojnë vetë dhe jo vetëm ta lexojnë dhe ta
interpretojnë. Këtu neve na mungon që strategjia që nxënësit të mendojnë në mënyrë kritike, të flasin në mënyrë kritike dhe t'i lëmë të lirë ata të shprehen, jo lexoje dhe interpretoje dhe thoje se çfarë po thot libri, çka ka thonë një ex autori. Nuk do të thotë që ata 2-3 autor kanë ditë më shumë se një mësuese, absolut, sepse ti e mban peshën që 25-6 vite edhe e din mirë frymarrjen e sistemit arsimor, se si funksionon. Çdo damare edhe përvoja bën vetën, përvoja e bën vetën edhe din se ç'është më qas. Për shembull në për librat shkollor, çdo mësim pothuajse krejt librat mas çdo mësimi është një pjesë e pyetjeve. Ato pyetjet zakonisht janë pyetjet me matë se a kanë majtë në men informatën nxënësat e jo për me analizu e me shtjellu ato se çka kanë nivelit njohje, si shumë pak e ki domethënë të analizat të argumentime dhe shumë pak e ki taksonominë e Blumit. Prandaj edhe ne jemi mjeshtret e asoj ore, asoj njësie mësimore, asoj lande, më të mirën, pse të jemi rob e asoj njësie mësimore apo aty në pyetjeve. Absolut, po të thëmë të drejtën, 95% nuk i përdori. Personalisht nuk i përdori. Mendoni që libra nxisin mendimin kritik apo më shumë kështu riprodhimin e njohurive? Po mendon të librat romanet apo të librat shkollor apo të libri që lexon që ato që thatë edhe më herë ndoshta që lufta më e madhe. Fëmijën falë që ndërprej fëmijët që thatë që jo vetëm t'ju imponohet ajo që ata dëshirojnë ose pse mos të kenë një vlefshmëri pak më të madhe të interesimit të tyre. Luftën më të madhe e kemi të përqendrimin brenda në klasë të nxënësit. Pse po ndodh se është mungesë e leximit të librave ekstrakurikular, diçka libra lektyra, romanet ndryshme me poezi e kështu. Sepse të lexosh një libër është edhe të përqendrohet, të zhvillon imagjinatën, të zhvillon mendimin kritik, edhe ta sheh një botë përtej kornizave përtej klasës përmes çatij librit. Edhe tash në mungesë të leximit të nxënësve, po na mungon edhe mendimi kritik, sepse të lexuarit e zhvillon të menduarit kritik. Edhe krejt pse kjo po na ndodh brenda sistemit ton, që mos të imponohet edhe librat, lektyra që ipen, të lihen nxënësit të lexojnë që brenda asoj klasës, nëse i kemi 30 nxënës, le të jenë 30 tituj, 15 tituj, edhe le ta zgjidh secili mbas potencialit vet, nivelit të vet, personalitetit vet librin që e pëlqen. Më mirë të krijojmë lexues se sa të krijojmë vetëm riprodhues. Tutje nëse bën me shtu diçka. E teja para tash një vjet e ka publiku një raport hulumtues që ka të bëjë me lektyrat shkollore dhe çka lexojnë nxënësat sot. Edhe disa prej gjetjeve të këtij raporti hulumtues janë se shumica e librave që nxënësat e Kosovës i lexojnë janë libra shumë të vjetër. Për shembull, kemi libra që i lexojnë sot nxënësat, i kanë lexuar gjithashtu njëjtat libra prindët e tyre e bile edhe gjyshrit e tyre. Domethënë, kemi një themi stagnim. Ka të keqen këtë drejtim, se ka libra ikonik që ndoshta jo që ka të keqen. Ja vlen. Jo që ka disa libra ja vlen. Mirë po, janë disa libra. Mirë po, gjithashtu libri duhet edhe pak me e prek nxënësin në jetën e vet të përditshme. Se nëse ai është mësuar me telefon e me televizion, jo mullit e erës Don Kishotit, a? Do të më thonë kështu që ideja është që nëse flasim për ChatGPT, që fëmijët kanë interes më shumë te këta librat modern. Normal. Ashtu po tutje edhe diçka tjetër që është më e rëndë se kjo është se shumë libra që cilat lexohen prej nxënësave sot kanë gjuhë të papërshtatshme për ta. Për shembull, ka libra të cilat përdorin gjuhë seksiste, gjuhë raciste, gjuhë diskriminuese ndaj komuniteteve e tutje. Gjithashtu ka edhe libra të cilat nuk përkojnë me nivelin e nxënësave. Për shembull, kemi vret nëpër lista të lektyrave shkollore që jepen nëpër shkolla në Kosovë, shpesh herë është Lahuta e Malësisë Gjergj Fishtës jepet në klasë të 8. Ai libër është shumë i rëndësishëm, është libër kanonik i pazavencueshëm për
traditën dhe historinë tonë shqiptare. Mirë po, ai libër nuk mundet me u lezu prej një nxënësit në klasë të 8. Atë libër e lexojnë studentat e fakultetit filologjisë, e lexojnë njerëz të rritun, cilët e kanë edhe të lehtë me lezu. Aty ka fjalë të cilat na këtu nuk i kuptojmë, e lemo fëmijët tanë. Kështu se lidhet kjo pak edhe me traditën familjare të ndoshta atë që tha dhe zjarri që ka lexuar gjyshi, tash prindja dhe në këtë rast fëmia, edhe është një lloj po e them kështu imponimi për me lexuar diçka të vjetër. Do është edhe më ndërlidh me zjarrin. Kjo është edhe qasja jonë ndaj librit edhe ndaj nxënësve. Nëse e ndryshojmë qasjen tonë të lexuarit tek nxënësit, atëherë edhe ne kemi me pas sukses. Nëse imponohet një libër, një libër, qoftë të na infrashurit, të sa infrashurit, e të tjera, dhe nxënësit 20 prej tyre nuk ta lexojnë dhe është flori, se nuk i duket interesant, po 5 prej tyre kanë me ta lexu, edhe 10 prej tyre kanë me marrë me përkthime të ndryshme, lektyra të ndryshme që kanë lexu, edhe brenda klasës me kriju debate. Nëse neve na mungon debati brenda një ore mësimore, brenda komentimet e lektyrave, ne s'kemi ngrit cilësi, ne s'kemi ngrit të menduarit kritik, sepse tash edhe ai tjetri që nuk e ka dashur me lexu dhe është flori, edhe ai ka më bind se pas ka porosit mira, pas ka mesazhet mira, pas ka mesazhet mira. Po, edhe tjetra që ka vrej mangësit të përkthimet e librat e rinj që fëmijët po i dojnë shumë sepse po kanë ilustrime, po janë shkronjat më atraktive ndoshta. Po janë më atraktive, po përdoret pak edhe teknologjia brenda rreshtave aty, edhe është shumë e kapshme, mirë edhe po. Pak lojm shumë herë. Mirë po ke edhe fjalë që ne në fjalorin ton nuk i përdorim librat tona shqip. Për shembull te Hajdreqi kemi disa fjalë aty që ti i gjen, edhe në librat tona gjithë është rujt kultivimi i gjuhës, është rujt edhe gjuhë artikulume, dhe të dalë tek brezat dhe tek kulturat e lexuarit ka shumë rëndësi. E vren fëmijën kur është një familje lexueshme. E vren fëmijën që mbi tavolinë ka libra. Automatikisht e merr informatën që brenda asaj kultivohet një lloj kulture ka një mini bibliotek, edhe që ai e lexon, edhe thot mësuesi unë e kam lexuar, vllai e ka lexuar, e kam lexuar edhe unë, po mësuesi s'është për moshën tonë, po më ka pëlqyer shumë. Domethënë e gjen atë mënyrën që ti e sheh që lexohet brenda asaj familje. Po tash ana tjetër e kësaj medalje është po kapitali kulturor është në shtëpi. Fëmijët duhet me pa libra në shtëpi e krejt. Po ata që s'kan biblioteka në shkollë nuk ka, ose biblioteka shkollore është shumë e vogël. Nuk besoj se që ka mungesë si më përpara të qasjes të libra. Nuk është gjithçka keq. Po, për atë, se përpara me vërtet ka qenë problem. Duke që është më lehtë me pas një libër në dorë. Ka raste ku biblioteka e shkollës është një çosh në korridor. Ju thuni që si ju jepet shumë rëndësi bibliotekave, edhe jepet në shkolla ku ju shkoni po edhe në shkolla të tjera, jo vetëm shkolla të juaja. Sidomos në vendet rurale. Shumë është luftë e madhe se cila shkollë mundohet në kapacitetet e veta vetanake, qoftë me nxënës, qoftë përmes organizatave të ndryshme, të përfitoj donacione me libra. Nuk në vijnë për shembull donacion prej shtetit, prej ministrisë, që për secilën shkollë nga 200-300 tituj t'i sjellë nëpër biblioteka. Edhe atona që i kemi ato libra janë domethënë pak të vjetra, janë me shkronja të vogla, butimet janë të vjetra, nuk na vijnë butimet e reja. Edhe nxënësit kur shkojnë në bibliotekë shohin kaportinën e vjetër dhe i shohin shkronjat e vogla, thotë mësuese nuk po tërheq. Sikur ti marrim librat e vjetër që i kemi, po ti ripërtrim me ilustrime të ndryshme, me shkronja më të mëdha, ta bëjmë pak më të kapshme për nxënësin, më kreativ, nxënësi ka me kap, ka me marr, ka me lexu. Mandej s'është çudi që dalim as keq në për testet ndërkombëtare, për shembull testin PISA, ne jemi gati të fundit në botë. Është kjo zinxhiri e asaj që dalim tek nuk e kuptojnë atë çka e lexojnë. Që duhet me qenë shqetësuese kjo, që ato që faktikisht shkruhet edhe fëmijët nuk e kuptojnë. Po nëse ne nuk se në fundit kjo tash po i bie që edhe sistemin ndoshta duhet me ndryshu komplet. Sistemi duhet me ndryshu. Në shumë shtetet evropiane, për shembull në Finlandë, në Britani, shumë shtete tjera. Finlanda është edhe model realisht. Çdo ditë fëmia në shkollë ka me lexu 10-15 minuta për me fillu rutinën e shkollës. Tek ne, domethënë, është
orarin gjeshur, 6 orë mësimore ka me mbajt, se cila lëndë ndryshon për lëndës tjetër, edhe nxënës të harrojnë që ekziston një bibliotek, harrojnë që ekziston një libër shkollor, ose është pjesë e ngarkesës mësuese, është pjesë e ngarkesës edhe koha e shkurt, sikur ta kishim orarin e gjatë, edhe nxënësve më kriju një kohë tërditor, edhe me pas nxënësit një bibliotek moderne, ku e ka këndin e diskutimit, ku një titull nuk do të thotë një libër total sot me ta lexu fëmijë. Atëherë edhe ne si mëdhënës duhet me ndryshu. Nuk ka shans të fëmija sot me ta lexu komplet librin. Është krejt çka është esenca, na me e kultivu dashurinë për leximin. Qoftë edhe një pjesë të revistës, qoftë edhe një pjesë të një tregimi interesant. Ka ndru, më interesant ta di kështu. Me bëni debat. Se kemi bo tash të vjetë, po ndryshon, po kom përshtypjen që edhe nxënësit kanë ndryshu, ndoshta edhe koha i ndryshon, edhe ata që kanë qenë përpara, gjenerat, normalisht i ka specifikat e veta, po sot si mësuese e përmende tash shumë vite, e vereni gjenerat pas gjenerate ndryshime në qasjen e tyre, në botkuptimin e tyre, në mënyrën se si e shohin ata shkollën, edhe më intereson ta di vetë duke di që keni shumë përvojë në arsim, sa është e vështirë për ju personalisht që me ndryshu, pasi që nuk është edhe lehtë, është pjesë e procesit. Është shumë e vështirë edhe çdo herë dush me mendu vetë që më apo update në strategjitë e tua, që qysh me mbajt interesimin e nxënësve edhe me secilin potencial të fëmijëve me prek që sot aty më u dok interesant çka mësoj diçka. Çka po vjen vit mas viti mësues? Edhe vit mas viti është nxënësit janë më pasiv, harrojnë shumë shpejt sepse informatat, videot e shkurtra që i shikojnë, tekstet e shkurtra që i lexojnë, nuk kanë durim nëse është një tekst pak më i gjatë, brenda një teksti nuk kanë durim me lexu. Shumë ma qef e kanë me dëgju, se sa vetë me marrë me e lexu, sepse nuk e kanë durimin. Shpërqëndrim i shpejt, nxënësit, ti duhesh me pas qasi strategji që në qatë përqëndrim që e kanë me pas thelbin kryesor të orës, për ndryshe përqëndrimin e nxënësve nuk e ke. Kjo është dhe më thonë, e sidomos të klasat 6-9, është pagjumësia edhe të klasat e larta të shkollat e mesme, është pagjumësia që fëmijët rrinë në teknologji, luajnë me lojra ma shumë, nuk e kanë fokusin të mësimi, edhe përqëndrimin e kanë, më thonë, është në nivelin më të. Nuk janë disiplinum. Zjarë, flasim pak duke ti që je menaxher projekteve në institutin e DEA, një institut cili vetë mas viti, ko mas kohë gjithmonë ka kontribu kështu për arsimin, po më interesant a di sa është i përfshirë kështu komuniteti mësuesve në këtë proces, mendimet e mësuesve bashkë që një farforme, ato shqetësime që i keni me i dërgu aty ku edhe duhet. Patjetër, ETEA e ka një program quhet Qendra Libart, edhe aty organizojmë aktivitetet tilla si qysh ishte edhe sot, edhe gjithmonë janë të ftuar mësimdhënësit për me marrë pjesë edhe në diskutim, edhe me diskutu me panelistët që janë shpeshherë ekspert të fushave të ndryshme, po gjithashtu edhe me dhanë kontributin e tyre. Për ndryshe, deshta me ju tregu që ETEA tashmë është në terren duke punuar në 2 hulumtime. Njëri është për integrimin e inteligjencës artificiale në për shkolla, edhe tjetri është mbi perceptimet e nxënësve për shkollën. Tash ende jemi kështu në fazën fillestare, po presim që brenda muajit tjetër të dalim me disa të dhëna kyçe sa i përket integrimit të inteligjencës artificiale në sistemin arsimor të Kosovës. A kisha dojë pak me ulirë kur ishte të hulumtimet. Vitin e kaluar e kanë prezentu kur ETEA një hulumtim që mbi 70% e nxënësve nuk lexojnë, e kopjojnë referatin, analizën, nuk analizojnë vetë, nuk lexojnë vetë. Kjo domethënë është shumë shqetësuese. Dhe gjithë këtyre hulumtimeve nuk e di a është ndërmarrë diçka mekanizmi i shtetëror që me marrë me ndryshu këtë qasje, sepse edhe ne mësimdhënës është çelësi kryesor që fëmijët me lexu. Na po i dim krejt sfidat e teknologjisë, por nuk është ardhur në shkollat tona, në sistemin tonë arsimor, është alarmante, mbi 74 pikë se di sa ka qenë, nuk po më kujtohet sigurt, që nxënësit nuk lexojnë vetë, e marrin e kopjojnë edhe shkojnë
shkojnë ja dorëzojnë arsimtarës edhe në shkruan. Kjo do të thonë është shumë goxha shqetësuese. Është dashur më ngrit si mekanizëm që rezultatet njësit mësimore dhe ngrite shto o shtes me pas kohën e leximit, që të lexojmë brenda në shkolla, se në shtëpi nuk po lexojnë. Spaku ta kemi qatë mekanizëm që orën mësimore arsimtarët e gjuhës ta kenë në shkollë. Jo vetëm një orë në mujt e kanë lektyrën, 40 nxënës. Është problem është metodologjik, për shkak se çfarë do qoftë që është libri, nëse mësimdhënësi e ka metodën e vet për me ja interpretu ashtu siç duhet, edhe nëse libri ka fjalë të pakuptueshme ose fjalë jo adekuate, atëherë mësimdhënësi e ka detyrën për me i tregu nxënësve, me nxjerr ato që është më e mira prej librit. Te kjo shpesh nuk bëhet e lexon librin, e shkruan një referat, atë referat e shkruan me ChatGPT edhe ditën e mirë faleminderit. E vrejni kjo të pjesën e ChatGPT-s mësuese të fëmijët që përdorin? Është vrejhë, sepse fjallori, formulimi i fjallive. E mbytat kreativitetin e fëmijëve. Në fillim fillun nxënës me përdore dhe me prend edhe me krejt, edhe më zhdash bashkë me prend me pas, kur i kemi pas mbledhjen edhe me pas pikë kryesore që përdorimin e ChatGPT-s. Nuk guxon të edhe mjaft ndalu, por duhet me ditë se ju kom thënë mësueses mundeni me hy, nëse je bashkë që nuk mundesh pa e marrë një informacion, me hulumtun është. Pyete se në cilën faqe mund ta gjej këtë informacion që ma ka dhënë mësuesja. Edhe ti jap adresat se ku ti mundesh dhe jo mendimin e një roboti ti më marr se i kom treguar se është një robot i përmbledh të gjitha dhënat, edhe algoritmat i ka, edhe aty kanë filluar nxënësit me ndryshu. Edhe nëse dikush, po zakonisht shkrimet e lira në klasë i bëj, nuk i bëj në shtëpi, po ndoshta diçka nëse rrjedh ose e vren nxënës mësuese, nuk e ka përdorur vetë. Do më thëmë është klasa e tretë është. Nëse mu edhe me shtu diçka është deshta me ju tregu krejt nxënësave. Është një platformë falas, e ka emrin zgjoj.org. Zgjoj, po. Keni ndizhu për të. Edhe ajo është shëndru në një chatbot, i cili e ka për bazë krejt kurrikulën e Kosovës, edhe përmes kurrikulës ajo i shpjegon mësimet nxënësave me ChatGPT. Domethënë është si një mjet ekstra për me mësu me to, qoftë nxënësat, po ajo është edhe mjet për me që mundën me përdorë edhe mësimdhënësat për me kriju për shembull plane ditore me e pasë qysh me shpjegu një mësim, çfarë shembuj me marrë etj, dhe është fantastik. Ju kisha preferu me përdorë. Minuta për na shkojnë shpejt, po du me të pyet edhe pak zjarrt çush është feedbacku i projekteve të ETS, bashkë qoftë edhe nxënësit, po qoftë edhe prind, pasi që kam përshtypjen që është një zinxhir i përbashkët kështu për me dashur me shtyp proceset përpara. Po, ETA e ka një komunitet shumë dashamirë, i cili e rrethon, mirë po, edhe normal, prindërit, fëmijët gjithmonë e gëzojnë punën tonë, mirë po, rekomandimet tona që shpesh i bëjmë, qoftë për ministri, qoftë për drejtori, shpesh here ato binë, si thonë, në vesh të shordër. Domethënë, kur gjë që na rekomandojnë në bazë gjetjeve, në bazë hulumtimit edhe në bazë të përvojës, nuk ndryshon. Është fjala që folëm më herët për lektyrat shkollore, na kemi rekomanduar që Ministria e Arsimit me dalë me një listë të cilën e rekomandon ajo vetë për mësimdhënësat, se nuk ka asnjë listë formale e cila është që ka libra të përzgjedhur, qoftë në baza pedagogjike, qoftë psiqike, nuk ka kësi lloj liste, edhe mandej mësimdhënësi e zgjedh një libër çfarë don, ndoshta është ai libri që e ka lexuar edhe vetë, edhe nuk merr përsipër me zgjedh një libër më të ri, më të mirë edhe më zbavitës për fëmijët. Mirë, mësuese, qofse kishe pas mundësi kështu me ndryshu diçka të librat shkollor, çka kish më qenë kështu një prej mendimeve t'juja çmueshme, ndoshta pyetje për të dytë që ta përmbyllim bashkë intervistën. Që kish më qenë kështu imediatis, shumë shpejt për me ndryshue që ju e vreni më smirit të nxënësit e ju.
tek librat shkollor, domethënë tek lëndet e ndryshme, volumi t'jetë më jolt, jo t'jepen shumë informacione dhe që nuk i përkojnë kohës që tashme jetojnë nxënësit, të jetë më atraktive dhe ta prek realitetin. Çdo shembull t'jetë më konkret, jo t'jenë shumë abstrakt, por prap një porosi prej gjithë mësimdhënësve, mos t'jemi rob të atij librit shkollor. Unë e konsideroj që veprimi më i mirë që mundet me u bë tash, edhe që mundet me pas ndikim drejt për drejt në themi cilësinë e arsimit Kosovë, është që libri, teksti shkollor të ketë përputhshmëri totale, plotësisht totale, me kurrikulën mas pari, edhe mandej edhe me nxënësat. Sepse na po vrejmë që libri shkollor, teksti shkollor, nuk e ka bazën aty të bërthama e sistemit arsimor të Kosovës, e cila është kurrikula e Kosovës. Unë ju falenderoj shumë për kontributin e ju, i falenderoj shumë që ishit sot në studio. Shumë falenderoj. Falenderoj shumë. Të nderuar